Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Amma ba'd. Gjithhamdi, falenderimet dhe lavdia e plotit takon të madhit Allah fuqi plot, salate dhe selam e dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Të nderuar dhe shumë të respektuar miq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut fuqi plot, po takohemi sërish në një takim dhe emision të ri, në këtë cikël të emisioneve dhe takimeve tona besimi dhe etika në Kur'anin famlar. Në javën që kaloi kemi folur për normat etike dhe shoqëria, respektivisht kapitulli i normave të cilat kanë të bëjnë me ndalesat. Dhe për shkak se numri i ndalesave është kogja i madh dhe nuk është qëllimi ynë që ne të ndalemi tek çdo njëra prej këtyre ndalesave që kanë të bëjnë me normat etike për një shoqëri ideale, por kemi pa të nevojshme që edhe këtë takim ta vazhdojmë në kapitullin e njëjtë. Që një shoqëri të ketë stabilitet, që një shoqëri të ketë siguri, që një shoqëri të ketë gjithandej mirëqenie e harmoni në mesin e atyre njerëzve që janë të gjithë bashkëqytetar të një nënqielli të vetëm, kërkohet që kapitulli i ndalesave, të cilat ka të bëjnë me normat etike, të cilat e karakterizojnë dhe janë veçori të një shoqërie ideale, të një shoqërie e cila është shoqëri e rregullave, shoqëri e respektimit të rregullave. Këto ndalesa duhet të kihen parasysh dhe njëkohësisht qytetarët e asaj shoqërie duhet të qëndrojnë larg prej këtyre ndalesave, nga se në momentin kur këto gjëra të ndaluara, këto veprime janë prezente dhe janë pjesë e antarëve të asaj shoqërie, atëherë me do e mos pasojat dhe rezultatet të cilat vinë prej këtyre punëve dhe veprave shkaktojnë probleme serioze për shoqërinë, për pjesëtarët e asaj shoqërie, për vendin, për shtetin e kështu me radhë. Kemi përmend si një prej atyre ndalesave më të rënda është kur dikush guxon tjetrin me e privu nga jeta. Vrasja e padrejt, vrasja e pa justifikueshme, vrasja e qëllimt e cila paramendohet dhe mendohet nga ata njerëz të cilët janë plotësisht të ngulfatur nga ignoranca dhe verbria, nga se nuk ka të drejtë dhe nuk mund ta gjej guximin asnjëherë dikush që tjetrin ta privoj nga jeta. Pastaj kemi përmend një vepër tjetër e rëndë në kapitullin e ndalesave është hajnia dhe vjedhja, cila do të qoftë ajo dhe çfarë do forme që mund të manifestohet vjedhja dhe hajnia si një mëkat prej mëkateve të mëdha dhe si një punë shumë e dëmshme e cila sjell pasoja të mëdha për mbar shoqërinë, qoftë për individin, qoftë për familjen, por edhe për shoqërinë. Pastaj jemi ndalur tek mashtrimi dhe llojet e mashtrimeve të cilat do të qofshin ato kur ato manifestohen. Jemi ndalur tek pasojat e rënda që i sjell kamata dhe kur njerëzit gjatë shitblerjes dhe gjatë tregtisë dhe biznesit të tyre brenda veprimeve dhe brenda shitblerjes së tyre është prezente kamata dhe interesi me çfarë do lloj norme qoftë ajo, është shumë e dëmshme dhe sjell pasoja serioze për çdo shoqëri. Pastaj jemi ndalur tek pronësia jo legjitime kur njerëzit nuk zgjedhin mënyra dhe forma që të jenë dhe që të fusin në grushtin dhe në dorën e tyre pronësi të ndryshme, por ato janë jo legjitime dhe janë jo të justifikueshme.
pastaj jemi ndalur tek abuzimi me pasurinë e jetimit, kur kemi të bëjmë me pasurinë kur ai i cili është trashëgimtar i asaj pasurie është bonjak, është jetim dhe për shkak të statusit të tij, ata të cilët marrin kujdestarinë e këtyre njerëzve abuzojnë dhe keq përdorin pasurinë e jetimëve. Një normë tjetër e cila ka të bëjë me kapitullin e ndalesave, norma etike të cilat duhet të ketë parasysh çdo shoqëri, është kur tradhtia bëhet pjesë e një shoqërie, kur njerëzit nuk janë besnik dhe nuk e çojnë emanetin në vend. Prandaj Allahu te baraka wa taala e konsideron tradhtin si një vepër shumë të shëmtuar, madje tradhtia kur ndodh në mesin e njerëzve dhe veprimeve që ata i kanë gjatë jetës së tyre në një shoqëri, një akt i tillë konsiderohet edhe tradhti ndaj krijuesit dhe pejgamberit alayhis salam. Thot Allahu fuqi plot në kapitullin Anfal, ajetin 27, ja ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum. O ju besimtar, mos tradhtoni zotimin dhe besën tuaj që ju e keni dhënë para Zotit tuaj, po ashtu mos tradhtoni dhe mos shkelni besimin dhe zotimet e juaja karshi Muhamedit alayhis salam, si dhe mos i tradhtoni dhe mos i shkelni zotimet që ju i keni dhënë njëri tjetrit, respektivisht emanetin që keni marr apo keni pranu apo keni dhënë tjetrit, atë mos e shkelni. Një ndalesë tjetër e cila ka të bëjë me kapitullin e ndalesave që ndërlidhen me normat etike për një shoqëri shembullore, është edhe kur disa pjesëtarë të një shoqërie të caktuar nga mendje lehtësia, me lehtësi shumë të madhe u bëjnë keq dhe u shkaktojnë dëm të tjerëve pa asnjë lloj arsye. Do të thotë thjesht nga ajo mendja e keqe dhe nga ai mendimi i ligë dhe i zi, i shkaktojnë dëm dhe i bëjnë keq të tjerëve pa asnjë lloj arsye dhe asnjëherë. Prandaj Allahu dhul Jalal në Kur'anin famlar thot: "Walladhina yu'dhuna al-mu'minin wal-mu'minat bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Gjithë ata të cilët i lëndojnë besimtarët dhe besimtarët pa të drejtë, pa ndonjë arsye, çfarë do lloj lëndimi dhe dëmi që ata mund t'i shkaktojnë besimtarëve dhe besimtareve, të gjithë këta njerëz le ta dinë se bartin në vete një bardh dhe një mëkat të rënd tek Allahu te baraka wa taala. Një vepër tjetër e cila është prej atyre ndalesave të rënda në kapitullin e ndalesave është gjithashtu padrejtësia, respektivisht zullumi. Padrejtësia është një vepër e rëndë dhe padrejtësia është një veprim që Kur'ani famlar dhe mësimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam edhe e radhitin si një vepër shumë të rëndë, por edhe e klasifikojnë si një prej mëkateve të mëdha dhe një prej mëkateve shumë të rënda. Kemi një numër të ajeteve në Kur'anin fesnik, po ashtu edhe një numër të madh të porosive të ndritura të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat porosi na sugjerojnë që ne të qëndrojmë sa më larg padrejtësisë dhe zullumit. Po azem, kur lexojmë Kur'anin dhe i lexojmë specifikisht versetet dhe vargjet e Kur'anit të cilat neve na flasin për padrejtësinë dhe zullumin, Allahu dhul Jalal po azem në kapitullin Taha ajetin 111 thot: "Wa qad khaba man hamala dhulma." Do të jetë i humbur edhe në këtë botë, por gjithsesi edhe në botën tjetër, ai i cili bart në shpirtin e tij padrejtësinë të cilën ja ka shkaktuar tjetrit. Apo e kemi kapitullin Shura ajetin 40 thot Allahu dhul Jalal: "Innahu la yuhibbu adh-dhalimin."
Allahu nuk i don asnjëherë ata të cilët janë të padrejtë. Allahu nuk i don zullumçarët. Apo e kemi kaptinën Furqan, ajetin 19, thot Allahu dhul Gjelal, wa man yadhlim minkum nudhiqhu adhaban kabira. Kush prej juve guxon t'i bëj tjetrit pa drejtësi dhe zullum, të tillit ne do t'i mundsojmë që ai të përjeton dhe të shejon një dënim të dhimbshëm. Po ashtu ka edhe një numër të madh të haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku pejgamberi alayhis salam na sugjeron dhe kërkon nga ne që ne të qëndrojmë sa më larg prej çfarëdo lloj padrejtësie dhe çfarëdo lloj zullumi, nga se ai i cili bëhet pjesë e padrejtësisë, ai i cili tjetrit i bën zullum, ai edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër do t'i ketë punë shumë keq. Prandaj duhet jemi sa më larg prej çfarëdo lloj padrejtësie që mund të u shkaktojmë të tjerëve. Një ndalesë tjetër që është pjesë e kapitullit të ndalesave që kanë të bëjnë me normat etike të një shoqërie ideale, është kur disa njerëz me vullnetin apo pa vullnetin e tyre bëhen pjesë e të keqes, madje kontribojnë dhe ndihmojnë në të keqen, apo kontribojnë dhe ndihmojnë që tjetrit t'i bëhet keq. Prandaj Allahu dhul Gjelal në Kur'anin famlart, në kaptinën Maide, ajetin 2, Allahu dhul Gjelal thot: "Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." Ju asnjëherë mos bashkëpunoni dhe mos ndihmoni njëri tjetrin në punë të këqija dhe në armiqësi. Do të thotë, neve nuk na lejohet që të bëhemi pjesë e të keqes, qoftë në mënyrë direkte, por qoftë edhe kur indirekt ne mund ta ndihmojmë të keqen, apo kur dikuj i bëhet dhe planifikohet t'i bëhet keq. Prandaj besimtari gjithmonë qëndron larg dhe nuk lejon që të bëhet as pjesë e drejt për drejt, por as pjesë e tërthorazi që t'i bëhet dikujt keq. Një ndalesë tjetër, e cila ka të bëjë me kapitullin e ndalesave, është se në një shoqëri ideale ku vlerat, virtytet, ndershmëria, përgjegjësia, besimi i drejtë në Zotin një, friga ndaj krijuesit, janë vlera dhe virtyte të cilat kultivohen në mesin e atyre njerëzve ku ata jetojnë në atë shoqëri, aty nuk guxon të ketë të atill të cilët e ndihmojnë të keqin, e ndihmojnë tradhtarin, e ndihmojnë zullumçarin, e kështu me radhë. Prandaj Allahu dhul Gjelal e porosit pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam në kaptinën Nisa ajetin 105: "Wala takun lil khainina khasima." Ti o Muhammed nuk guxon t'ja mban krahun atij që është i lig, ai i cili është tradhtar, ai i cili i ka shkaktuar dëme dhe të këqija tjetrit apo të tjerëve, ti asnjëherë nuk guxon që të bësh avokati apo ti ndihmosh atij i cili e ka këtë status. Apo për shembull thot Allahu dhul Gjelal në kaptinën Nisa prapa ajetin 107: "Wala tujadil 'anil ladhina yakhtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima." Ti mos i mbroj dhe mos u mundo të argumentosh duke i dalë në mbrojtje gjithë atyre të cilët janë tregu të lig, janë tregu tradhtar, janë tregu hileqar dhe u kanë shkaktuar dëme të tjerëve. Asnjëherë nuk duhet t'i mbrojmë ata të cilët janë të zhytur në të keqen, në çfarëdo lloj forme, qoftë ajo apo çfarëdo lloj e keqe, qoftë ajo që ata janë bë pjesë për ta ndihmuar, për ta mbrojtë, qoftë drejt për drejt apo qoftë tërthorazi të keqen dhe të keqin. Një ndalesë tjetër, e cila është pjesë e këtij kapitulli, është
tham edhe më herët, po tani dëshiroj ta përmendi shumë drejt për drejt, është kur mashtrimi dhe jo drejtësia i kaplan dhe bët pjesë e mendësisë tek ata të cilët gjykojnë dhe tek ata të cilët prej tyre pritet që të vendosin drejtësinë. Do të thotë ata të cilët punojnë në institucionet e drejtësisë, qofshin gjykatës, qofshin prokuror e kështu me radhë, avokat, prej atyre që ne presim ata ta vendosin drejtësinë, prej atyre që ne presim ata ta ndihmojnë drejtësinë dhe që e drejta të del në shesh dhe të dilet në ndihmë atyre që janë viktima të padrejtësisë e shumë gjërave të tjera, ne nuk guxojmë në asnjë rrethon që mashtrimi, hilet, abuzimi, çfarë do thuaj, të jenë pjesë e mentalitetit dhe veprimeve të këtyre njerëzve që gjykojnë edhe të tjerët presin nga ta që ata të jenë të drejtë. Prandaj, thot Allahu fuqiplot në surën Bakara ajetin 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili." Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të kotë. Do të thotë mos i kërkoni shpërblimin që ti e meriton për një shërbim në mënyrë të kotë kur ai tjetri i cili paguhet për punën që e bën, ai nuk e bën punën si duhet apo nuk e bën punën me të drejtë. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jo nuk duhet të lejoni që me vetdije që një farë forme të ketë, po e them tash me gjuhën të kuptohemi, që aferat korruptive dhe korrupsioni, mitoja, të bëhet pjesë e veprimeve tona dhe në veçanti po flasim për ata të cilët gjykojnë dhe prej tyre pritshmëria e gjithë njerëzve dhe shoqërisë është që ata të gjykojnë drejt dhe ta vendosin drejtësinë dhe secilit t'ia japin të drejtën e cila i takon. Dhe në rastet e tilla, korrupsioni, rishfeti nuk do të jetë pjesë e shoqërisë tonë kur njerëzit nëpërmjet rishfetit munden me e ble një të drejtë e cila nuk ju takon dhe munden me i dëmtu që besat e tjerët kur ata nuk e meritojnë të dëmtohen, por rishfeti dhe korrupsioni ndikon që prej atyre që ne presim të vendosin të drejtën dhe drejtësinë, ata nuk veprojnë ashtu. Një ndalesë tjetër, e cila është pjesë e kapitullit të ndalesave që kanë të bëjnë me normat etike për një shoqëri ideale, është dëshmia e rrejshme. Në fenë tonë, në mësimet e Kur'anit famlart, në porosit e të dërguarit tonë sallallahu alaihi wasallam, dëshmia e pavërtet dhe dëshmia e rrejshme klasifikohet si një prej mëkateve më të mëdha dhe konsiderohet një vepër shumë e rëndë. Prandaj Allahu dhul Xhelal në kapitullin Hajj ajetin 30 thot wajtanibu qawl az-zur, largohuni sa më larg dëshmisë së rrejshme. Kemi një numër të madh të haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam ku pejgamberi me një qortim shumë të ashpër dhe shumë të drejt për drejt tregon se sa e rënd tek Allahu është dëshmia e pavërtet, respektivisht dëshmia e rrejshme. Krahas dëshmisë rrejshme është një ndalesë tjetër që është përballë saj e që është të fshehet e vërteta, falsifikimi i të vërtetës, mohimi i të vërtetës. Çfarë do lloj forme që mund të fshihet dhe
të humbet e vërteta është prej mëkateve shumë të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu dhul jalal në kapitullin Bekar ajetin 283, wala taktumu ash-shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Mos e mshifni dëshmin. Mos e mshifni të vërtetën e cila lidhet me një dëshmi, me një provë, me një argument, me një dokument, si dush thuaj. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Ai I cili e mshef një të vërtet, çfarë do lloj forme qoftë e vërteta, qoftë dëshmi, qoftë dokument, qoftë provë, ai I cili e mshef të vërtetën, le ta dinë se në zemrën e tij po bart një mëkat dhe një gjuna shumë të rënd tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e kemi prap në kapitullin e Bekara ajetin 159, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ajeti tani ka të bëjë me një fshehje të vërtetës të një aspekti tjetër, e që është fshehja më e rëndë që mund t'i bëhet e vërtetës. Thot Allahu dhul jalal, gjithë ata të cilët e fshehin atë që ne e zbritem nga Allahu, e që është e qartë dhe është udhëzim, masi njerëzve u bëm të qartë dhe u asqaruam në librin e Zotit. Ulaika yal'anuhumullah, gjithë ata të cilët guxojnë me e fsheh të vërtetën e Zotit, gjithë ata të cilët guxojnë me e lajthit të vërtetën e Zotit, masi njerëzve ju është bë e qartë e vërteta e Zotit, të tillët do t'jenë të mallkuar edhe prej Allahut, por do t'jenë edhe të mallkum prej gjithë melaçeve, besimtarëve dhe prej krijesave. Do të thotë, është një vepër shumë e rëndë, është një punë shumë e shëmtuar që të mshefet e vërteta e cila ka të bëjë me besimin e drejtë në Zotin dhul xhelal, e vërteta e cila ka të bëjë me librat dhe fetë qiellore, e vërteta e cila ka të bëjë me dispozitat fetare, të cilat janë urdhra nga I madhi Zot te baraka wa taala e kështu me radhë. Kjo është ky është ai manipulimi dhe veprimi më I mallkuar që Allahu te baraka wa taala I mallkon gjithë ata të cilët guxojnë me mshef të vërtetën e Zotit pasi Allahu e zbriti në librat e tij dhe e bëri të qartë, të dukshme për gjithë njerëzit. Këtu po ndalemi, po e bëjmë një pushim të shkurtër dhe më njëherë po kthehemi me lejen e Allahut me pjesën tjetër të takimit tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, jemi në takim me temën e cila ka të bëjë me kapitullin e ndalesave, të cilat ndalesa gjithë antarët e një shoqërie ideale duhet të kenë parasysh si ndalesa dhe rrjedhimisht duhet të jenë larg prej këtyre veprimeve dhe prej këtyre ndalesave që shoqëria të ketë një stabilitet, që shoqëria të ketë siguri e harmoni e mirëqenie për gjithë ata njerëz të cilët janë pjesë e asaj shoqërie. Në momentin kur këto ndalesa nga ky kapitull I gjatë nuk respektohen dhe ndalesat dhe veprimet e tilla janë prezente në mesin e njerëzve dhe janë prezente në shoqërinë përkatëse, atëherë këto ndalesa prodhojnë efekte jashtëzakonisht negative dhe pastaj pasojat dhe rezultatet e këtyre veprimeve dhe këtyre ndalesave janë të shumta, nuk janë vetëm pasoja dhe rezultate negative që e prekin individin, por e rrezikojnë familjen, rrjedhimisht kur preket individi dhe familja, atëherë rrezikohet shoqëria. Dhe në momentin kur preket individi, familja dhe shoqëria, atëherë rrezikohet komplet shteti dhe ai vend ku ajo shoqëri aty jeton, nga se e keqja merr hodh dhe e keqja është prezente dhe këto veprime të ndaluara dhe këto ndalesa gjithandej janë prezente, diku në më shumë, diku më pak, por e keqja dhe veprimet e ndaluara janë prezente dhe njerëzit me një mendje lehtësi
dhe me një kollajllëk pranojnë veprimet e tilla dhe ne nëse dëshirojmë që të kontribuojmë që në shoqërinë tonë të ketë stabilitet dhe siguri dhe harmoni dhe mirëqenie e çka tjetër jo, atëherë duhet që edhe të jemi të vetëdijshëm përballë këtyre ndalesave, por edhe të mos i lejojmë hapësirë këtyre veprimeve dhe këtyre ndalesave dhe këtyre punëve të liga të cilat Allahu në Kur'anin famlar na ndalon, por ashtu edhe pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam. Një ndales tjetër e cila ka të bëjë me kapitullin e ndalesave është kur disa kategori të shoqërisë keq trajtohen dhe sillemi keq me ta, e që janë kategori të ndihshme në shoqërinë tonë, fjala vije siç janë jetimet, siç janë njerëzit e varfër, e skamnor e kështu me radhë. Në momentin kur brenda një shoqërie këto kategori të shoqërisë keq trajtohen dhe antarët e asaj shoqërie sillen keq me këto kategori, atëherë një shoqëri e tillë është në rrugë të keqe. Prandaj Allahu dhul xhelal në kapitullin Duha, ajetin 8 dhe 9 thot: "Fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar." Përballë jetimat mos i keq trajtoni, por trajtoni me dinjitet jetimat. Kujdesuni me dinjitet për jetimin, për gjendjen e tij, për ardhmërinë e tij, për shëndetin e tij, për arsimin e tij, për ardhmërinë e tij e kështu me radhë. Por wa amma as-sa'ila fala tanhar, dhe edhe atë skamnorin dhe lypsin, edhe me të silloni në mënyrë të dinjitetshme, mos e përbozni, mos e trajtoni pa dinjitet, por edhe ai lypsi dhe nevojtari, edhe ai duhet të trajtohet dhe qasja e shoqërisë tonë përballë tina duhet të jetë një qasje për plot dinjitet, për plot dhëmshuri e fisnikri, për plot mëshirë e solidaritet, nga se nuk është e lehtë që njerëzit të dalin në vende publike dhe të zgjasin dorën e tyre dhe të kërkojnë lëmosh për gjendjen e keqe që ata e kanë, për fatin e keq të statusit që ata kanë një status të caktuar. Nuk është e lehtë. Prandaj nuk na takon neve në asnjë rrethon që skamnorët dhe njerëzit në nevojë ne ti përbuzim dhe ti lëndojmë. Nuk duhet të ndodhë ajo prej neve asnjëherë, nga se është urdhër i Kur'anit që edhe me këtë kategori të njerëzve të sillemi në mënyrë shumë të dinjitetshme, për plot dëmshuri dhe mëshirë dhe ti trajtojmë me atë anën njerëzore dhe me atë anën humane që na mëson Kur'ani dhe pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. Një ndalesë tjetër e cila ka të bëjë me këtë kapitull është përqeshja dhe tallja me të tjerët. Çfarë do lloj përqeshje dhe tallje, nga se ndonjëherë përqeshja dhe tallja mund të jetë për motive shumë të ulta, për motive të paspjegueshme, por ndonjëherë përqeshja dhe tallja mund të ketë edhe elemente serioze, qofshin ato elemente të diskriminimit, qofshin ato elemente të racizmit, qofshin ato elemente me përmbajtje të urrëties për motive të ndryshme e ku ta dione. Prandaj Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart, po azëm në kapitullin Hujurat, në ajetin 11 thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum." O ju besimtar, mos të ndodhë që dikush për juve të përqesh një grup tjetër të njerëzve, se ndodhë që ata mund të jenë më të mirë se ju tek Allahu. Pastaj thirrja vazhdon në mënyrë të veçantë edhe për gjinin femërore, ani pse kjo është e përgjithshme, por tani vjen edhe në mënyrë specifike, dhe ju o gra besimtare, mos lejoni që ju të përqeshni dhe të talleni me një grup tjetër të grave, se ndodh që ato mund të jenë më të mira se ju tek Zoti i Madhreshëm. Wala talmizu anfusakum, mos nënçmoni
veten tuaj duke nënçmu njëri tjetrin në çfarë do lloj forme, qoftë ajo, qoftë me ndonjë shiqim, qoftë me ndonjë mimik, qoftë me ndonjë fjalë apo ku ta diun apo veprim. Wala tanabazu bil alqab. Po ashtu Allahu thot, mos e ngjitni njëri tjetrit llakabe, nofka, ofiqe. Është ndaluar në Islam që dikush të thirret me një nofk që ai nuk e dëshiron. Ne nuk kemi drejt të tjerët me i thirr disi kur ata i thirrim në atë formë ata nuk ndihen mirë, ndihen të ofendum, ndihen të fyer, ku ta diun. Prandaj Allahu dhul xhelal thot ndalohet që ti ngjesim llakabe, nofka, ofiqe njëri tjetrit. Një ndalesë tjetër e cila është pjesë e këtij kapitulli të ndalesave është padyshim edhe nënçmimi që mund t'i bëjmë të tjerëve. Nënçmimi që i bëhet të tjerëve, në çfarë do lloj forme që ajo mund të manifestohet dhe të shprehet, është prej mëkateve dhe veprave të ndaluara në Islam. Thot Allahu dhul xhelal në Kur'anin famlar në kapitullin Luqman ajetin 18: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Mos I shiqon njerëzit me mrolje dhe mos I nënçmo ata në çfarë do lloj stili që ti mundesh me e manifestu e që tjetri e pranon dhe e kupton si nënçmim, dhe mos ecni në tokë me mendje madhësi, mos u tregoni mburaveca. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allahu nuk I don ata që janë mburavec dhe Allahu nuk I don ata të cilët janë megaloman e janë kryeneq. Allahu dhul xhelal uren veprime të tilla. Një ndalesë tjetër e cila është shumë e dëmshme dhe i prish raportet brenda një shoqërie, brenda antarëve të asaj shoqërie, brenda pjesëtarëve të asaj shoqërie, janë gjithsesi shpifja dhe përgojimi. Kapitulli I shpifjes dhe I përgojimit është një kapitull jashtëzakonisht I rëndësishëm, e që pasojat për këtyre dy ndalesave dhe dëmi që vjen prej këtyre dy veseve të shëmtuara, siç është shpifja dhe përgojimi, dëmet dhe pasojat janë shumë të mëdha për individin, për familjen, por edhe për mbar shoqërinë. Prandaj Allahu dhul xhelal në Kur'anin famlar thot: "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan." Në kapitullin Hujurat ajetin 12 thot Allahu dhul xhelal: mos përgojoni njëri tjetrin. Mos e merrni përgoj njëri tjetrin, mos bëni gibet. A dëshiron që ndikush për juve t'ja han mishin e vllaut vet për së vdekuri? Do të thot, më e lehtë është sikur të hahet mishi I vllaut për së vdekuri se sa të mirët në gojë personi tjetër. Është mjaft irrituese. Ne as në mendjen tonë nuk mund ta imagjinojmë sa irrituese dhe sa çfarë paradoksi është me ngren mishin e vllaut tënd për së vdekuri. Edhe më irrituese, edhe më e rëndë se ky veprim është kur dikush guxon dhe jep vetit të drejtë me e përgoju tjetrin, dhe ky është një veprim I ndaluar në Islam. Krahas përgojimit, po ashtu veprim shumë I rëndë është shpifja, kur dikujt I shpifim diçka me qëllim për t'i bë çfarë do lloj domi. Nuk është çdo herë dëmi material vetëm dëm. Ndonjëherë dëmi I cili shkaktohet dikujt apo një familje nuk është dëm I cili takon aspektit material, por dëmi I cili I është shkaktuar prej atyre shpifjeve është edhe më I madh se sa ajo familje të kishte përjetuar një dëm material. Është dhimbje shpirtërore, është diçka e cila ka të bëjë me dinitetin e çdo familjeje, nga se çdo familje ka një dinitet, çdo familje ka fisnikrin dhe krenarin e saj, prandaj shpifja drejt për drejt e prek dhe e dëmton dinitetin dhe krenarin e çdo familje, në këtë rast çdo individi. Një ndalesë tjetër e cila është
në pjesë e kapitullit të ndalesave është kur gratë e ndershme dhe të moralshme akuzohen pa drejtësisht për moralin e tyre. Akuza për moralin e njerëzve të ndershëm është e përgjithshme. Si veprim, një akuzë e tillë është e rëndë sikur akuzohet për ndershmëri mashkulli, burri, apo sikur akuzohet femra dhe gruaja. Por kjo është më shprehur tek gjinia femërore për shkak se dami dhe ato janë më të pafuqishme, prandaj si mëkat i rënd dhe si gjuna shumë i madh tek Allahu dhul xhelal është shumë e papranueshme kur gratë besimtare të cilat janë të moralshme dhe janë të ndershme e janë fisnike akuzohen pa drejtësisht, pa bazë, pa argument në moralin e tyre dhe dispozitat fetare janë të qarta dhe janë mjaft të prera përballë një veprimi të tillë dhe Islami dënon ashpër gjithë ata cilët guxojnë me akuzu pa drejtësisht gratë të cilat janë të moralshme dhe janë të ndershme. Një ndalesë tjetër e cila ka të bëjë me kapitullin e ndalesave është ndalesa e cila ka të bëjë me indiferencën përballë të keqes. Është shumë rrezik kur në një vend dhe në një shoqëri e keqja merr hovë, e keqja bëhet pjesë e asaj shoqërie, ndërsa pjesa dërmuese e shoqërisë nuk reagojnë fare, pajtohen në një mënyrë apo mënyrë tjetër me të keqen e cila ka kaplu gjithandej vendin dhe përballë kësaj të keqe ata tregojnë të pandjenja, nuk janë aktiv, nuk provojnë me ndalu, me pengu, me përmisu të keqen. Kur them janë indiferent, nuk dua të keqkuptohem, nga se kjo nuk nënkupton që ne të marrim ligjin në duart tona, jo asnjëherë, por ka shumë forma dhe mënyra kur ne nuk duhet të pajtohemi me të keqen dhe s'duhet të pajtohemi me të keqen, por jo me marr ligjin në dorën tonë, jo të bëjmë vetgjysi nga se kjo nuk na takon dhe këtu nuk na thret Islami, por ne mund të përdorim shumë metoda dhe instrumente të cilat i kemi dhe janë legjitime duke ngritur zërin e qytetarisë, duke provuar që të ngritet vetdia mbar shoqërore, duke thirr në gjërat e mira, duke i njoftu dhe duke i informu njerëzit të cilët nuk po e kuptojnë dëmin dhe pasojat që i sjell e keqja në fjalë apo shumë të këqija. Prandaj ne nuk guxojmë të jemi të shurdhërt dhe të verbërt përballë të keqes kur ajo është prezente gjithandej, nga se indiferenca dhe mos reagimi jon në mënyrë të kujdesur, në mënyrë të matur, do të na shkakton probleme serioze dhe pasojat e kësaj indiference përcillen ndër gjenerata dhe pastaj shoqëria ka probleme serioze. Prandaj pejgamberi alayhisalam me këtë e kisha përmbyll dhe po e përmbyllim këtë takim tonin, pejgamberi alayhisalatu wassalam thot në hadithin e vërtet, kush prej juve e sheh një të keqe dhe një të lig, le të provon ato të keqe ta largoj me dorën e tij. Nëse nuk ka mundësi me largu me dorën e tij për shumë arsye, atëherë le të provoj me pengu, me largu, me përmisu, me korrigju me gjuhën e tij. Por nëse nuk mundet edhe me gjuhën e tij, nga se ndonjëherë rrethanat edhe mund të jenë të atilla, atëherë le ta pengoj dhe le ta ndaloj dhe të mos pajtohet me zemrën e tij. Ky niveli i tretë është i mundshëm çdore për gjithë ne. Do thot, por thot pejgamberi, kjo shkalla e tretë është shkalla më e ulët dhe më e dobët e imanit, besimit të drejtë. Do thot, ne e kemi mundësinë që ne me zemrën tonë të mos pajtohemi dhe të na vijë keq përballë një të keqe, apo të na vijë keq kur shumë të këqija kanë marr hovë dhe i shohim dhe janë prezente në vendin ku ne jetojmë dhe në shoqërinë të cilës ne i takojmë. Por ndonjëherë
janë rrethanat e atilla që edhe me gjuhën tënde ti nuk ke mundësi me provu me ndryshu të keqen. E lere mu me dorën tënde, por pejgamberi a.s. Na ka përcaktu dhe na ka jap një manual, një udhërëfys se si ne duhet të sillemi kur të këqijat apo e keqja është prezente dhe bëhet pjesë e shoqërisë tonë. Ajo çfarë nuk guxon neve asnjëherë të na ndodh si besimtarë të mirëfillt është se ne kur dhe asnjëherë nuk duhet të guxojmë ta ngritim flamurin e bardhë dhe të dorëzohemi përballë të keqes apo përballë të këqijave, nga se është veçori e ummetit të Kur'anit, ummetit të Muhammedit a.s. se besimtarët e mirëfillt urdhërojnë dhe sugjerojnë çdo herë drejt të mirës dhe të mbarës, si dhe porositin që të jemi larg të keqes dhe asaj e cila është e dëmshme dhe e ligë. E lusë Allahun fuqi plot që gjithë ne të jemi qelsa që do të hapim dyer rrugë të mira e të mbara e të hajrit, dhe në anën tjetër do të jemi të atill që do të mbyllim dyrë e porta e shtigje të sherrit e ato që janë të dëmshme. Të nderuar vëllezër dhe motra, deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.